Labdi. Mirë se keni ardhur në 26 vjetorin e kremtimit të ditës së çlirimit të qytetit të vushtrisë të qytetit të Hasam Prishtinës, për të cilin vend, për të cilin qytet, për të cilin atë shkriu dijen, pasurin, mendjen dhe gjithçka që pati. Andaj, me lejoni që në emër timin t'ju uroj të gjithë juve gëzuar ditën e çlirimit të vushtrisë. Kjo është një ditë e veçantë, është dita më e veçantë për gjitha brezat, është dita më e lumtur për këtë brez që po rritet në Kosovën e lirë dhe të pavarur, për të cilën u derdh shumë gjak, mund, djers, sakrificë, për të cilën u mbajtën shumë burgje në përburgjet serbe. Kjo ditë daton heret, mundi, djersa, sakrifica dhe lufta e popullit shqiptar për liri dhe pavarësi filloi që kur atëherë filluan të bëhen padrejtësi këtij populli dhe ta coptojnë. Filluan që kur atëherë kur u përzun nga Sanxhaku i Nishit me qindra mijë shqiptar një territor sa Kosova. Vazhduan në lidhjen e Prizrenit për ta ngjizur këtë popull si kombë dhe për të bashkuar. Vazhduan përgjatë gjithë shekullit të kaluar deri tek lufta e lavdishme e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që ishte kurora e fitoreve të mëdha që bëri kthesën e madhe, që bëri Kosovën shtet të pavarur, të lirë dhe sovran me ndihmën e aleatëve të NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilëve u jemi mirënjohës dhe u kemi shumë borxh. Andaj sot, kur ne po festojmë ditën e çlirimit, ende vazhdojnë trazirat edhe në pjesë të tjera, por edhe këtu në vendin tonë, në trullin tonë, duhet të jemi shumë vigjilent, sepse Ismail Qemali thoshte, një popull që fle zhduket, fëmiu që fle rritet. Ne nuk i kemi punet, as të flemi e as të kotemi, sepse e kemi hasmin kojshi, madje o shumë i pabes, nuk e bën as një sy gjumë dhe ëndrat çdo herë i sheh këtu, në këtë vend që është tokë dardane, që është tokë ilire, që është tokë shqiptare. Prandaj, më tepër se çdo herë, sot ky popull duhet të jetë i bashkuar, fraksionet duhet të lëvizin prej poleve ka qendra dhe ta çojmë në vend amanetin e dëshmorëve dhe martirëve, pa gjakun e të cilëve kjo liri nuk do të ishte sot. Pa luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sot nuk do të ishim këtu. Duhet të jemi të bashkuar, duhet të lëmë me njanë teket, polarizimet e panevojshme, të paarsyeshme, të ndërtojmë institucionet dhe të forcojmë shtetin e Kosovës, sepse kemi dronë se askush nuk do të merret me neve përgjatë. Ne do të merrem me veten, ne do të merrem me hallet tona, ne do të merrem ta forcojmë dhe ta ndërtojmë shtetin dhe institucionet tona. Vushtria në këtë 4 vjeçar ka bërë përparime shumë të mëdha, janë bërë shumë punë të mëdha në qytetin e Vushtrisë, mbi të gjitha e kemi ruajtur unitetin dhe kemi qenë në shërbim të secilit qytetar dhe të gjithëve në përgjithësi. Andaj, duke uruar që kjo fest na përcjell të bashkuar, jo vetëm të na gjejë të bashkuar si një ditë, po të na përcjell të bashkuar dhe unik, ta dimë dhe të shërbejmë familjeve, qytetit dhe vendit tonë bashkaresht. Edhe një herë dua t'ju uroj nga zemra ditën e çlirimit të qytetit të Vushtrisë, atë ditë kur para 26 vitesh në mënyrë triumfuese hyni ushtria çlirimtare e Kosovës në një qytet i cili ishte plotësisht i shkatruar dhe hynën edhe trupat e NATO-s këtu. Sot, derisa ta të rinj dhe të reja të shkollës së mesme të Olt 2, të udhëhequr nga arsimtarët punëtor dhe shembullor, vallëzuan dhe defiluan përgjatë qytetit, vërtet ishte e vështirë të përmbahen emocionet, sepse më kujtua
26 e 27 vite më parë ku ishëm dhe ku jemi sot. Rini e dashur, e gëzofshi këtë liri për jetë e mëtë, qytetarët e vushtërisë, urime, dita e slirimit, e gëzofshim, e zhvillofshim këtë vend ashtu siç kemi dëshirë. Lavdi dëshmorëve, martirëve dhe gjithë atyre që ranë për liri, falënderit dhe shumë respekt të gjithë ata që kontribuan për këtë ditë të shenjtë. Falënderit. Ata e bën luftën jo pse e deshtën atë, por sepse nuk e pranuan robërinë. Ata nuk luftuan për lavdinë e tyre, por për lavdinë e atë dheut të tyre. Sot, 26 vjetë pas lirimit, nuk vi këtu të flasë si një orator që flet bukur e që kërkon duartrokitje, por si një dëshmitar i realitetit në të cilën luftëtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës në vend se të trajtohet si nder i shoqërisë, trajtohet si varë për shtetin dhe për shoqërinë. Në vend se të shihet kujtim i një epoke të lavdishme, pretendohet të jetë shkas i të gjitha të këqijave që ndodhin në vendin tonë. Edhe Jahir Mustafa, për cilin gjithashtu ndahet mirënjohje post mortem. Izet Ferizi.